Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin masa paraprake në sigurinë në lindjen e mesme duke të rreshur një pjesë të personelit nga bazat kryesore ushtarake në rajon. Lajmi është konfirmuar nga një zyrtar amerikan i cili ka folur në kushte anonimiteti në një kohë kur një zyrtar i lartë iranian ka paralajmëruar se Teherani do të synojë bazat amerikane nëse Washingtoni ndërmerr veprime ushtarake kundër Iranit. Ky zhvillim vjen teksa udhëheqja iraniane përpiqet të frenojë protestat masive antiqeveritare, të cilat konsiderohen më të rënda që Republika Islamike ka përjetuar ndonjëherë. Në këtë klim tensioni, Irani po përpiqet gjithashtu të pengojë kërcënimet e përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump për ndërhyrjen në mbështetje të protestuesve. Një zyrtar ushtarak perëndimor ka thënë agjencisë Reuters se të gjitha sinjalet tregojnë se një sulm të mundshëm amerikan, duke shtuar se parashikueshmëria është pjesë e një strategjie administrate aktuale për të mbajtur presion maksimal. Megjithatë, nga shtëpia e bardhë, Trump ka dhënë sinjale më të përmbajtura duke deklaruar se po mbaj një qendrim pritje ndaj krizës. Presidenti amerikan nuk ka dhënë gazetarëve se sipas informacioneve që janë komunikuar, dhuna ndaj protestuesve në Iran është në rënje dhe se aktualisht nuk ka plane për ekzekutimin në shkallë të gjerë. Ai nuk ka zbuluar burimet e këtyre informacioneve, duke i përshkruar ato si shumë të rëndësishme nga ana tjetër, por ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të vëzhgojnë nga afër situatën. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka mohuar kategorikisht çdo plan ekzekutimi, duke deklaruar se varjet janë jashtë diskutimit. Ndërkohë, dy zyrtarët evropianë janë paralajmëruar se një ndërhyrje ushtarake amerikane mund të ndodhë brenda 24 orëve të ardhshme, ndërsa një zyrtar izraelit ka pohuar se Trump duket i vendosur për të vepruar, megjithse koha dhe fushveprimi i një operacioni të mundshëm mbeten ende të paqarta. Në këtë kontekst, pritet që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mblidhet për diskutim situate në Iran me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim rrezikun e një përshkallëzimi të ri në lindjen e mesme.